Përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi dhe ditën e sotme, ndonjëherë më duket vetja i çiksi ë i bezdisur me thënë të drejtën vetëm për Eglin, për Gjestin, vetëm për to për të fol, por janë personazhet që më së shumti kanë veprime në rrjetet sociale dhe pikërisht Egli Tako sot ka vendosur të del pak më ndryshe, më e bukur, më tërheqëse, më ekstravagante, me flok interesante, por ka një stil të lezetshëm të veshjes, për shembull sandalle elegante, një duks miniç dhe flokët top që është fantastike. Unë dua që regjia të më ndihmon me videon, ju lutem shumë, bravo. Shikoni sa bukur duket Egli sot, do me thënë tepër tërheqëse, ka ndryshuar krejtësisht, është kjo Egli që tërheq me linjat e saj, me trupin e bukur, joshëse dhe si që duket po e shion këngën jetë. Egli është tepër e kuruar, duke që po bëhet gati për xhirim, duke që po bëhet gati për të folur, për të dhënë të rejat e fundit, por edhe për xhirime të klipeve, se ju e dini shumë bukur që Egli ditën e djeshme ka patur një xhirim klipi. Këtu ka qenë gati për xhirimin e klipit të saj, Egli ka vazhduar të xhiron, ditën e djeshme te grupi ku komunikon me fansat, Egli solli një fotografi me të njëjtën gjë si Gjesti, do me thënë Gjesti kur e solli fotografinë e xhirimit të klipit e kishte fshirë me një ngjyrë të gjelbërt që mos duket skena, të njëjtën gjë bëri dhe Egli. Do me thënë janë veprime të njëjta, ajo gjëja që ne e kemi thënë nga një gjë e vogël mund të arrihet të kuptojë gjëja e madhe dhe realisht ne arritëm të kuptojmë shumë çka. Njësoj veproi dhe Egli. Ashtu siç Gjesti e solli ditën të djeshme, do me thënë, më falni, atë ditë kur xhironte videoklipin të fshirë atë skenën dhe Egli te grupi e ka sjellur po ashtu që është duke xhiruar klipin tjetër të radhës që është një klip më adrenalin, më këngë, më ritëm, më dashuri e shumë të tjera. Egli po paralajmëron shumë projekte të reja, do me thënë puna intensive vetëm ka nisur për Eglin, vetëm është zhvilluar tek Egli dhe vetëm po bëhet tek Egli. Ne presim me shumë dashuri dhe unë dëshiroja të ndaj këtë momentin me ju, sepse besoj që dhe ju keni mall për të parë Eglin. Do të shohim se kujt do t'i kushtohet kjo kënga, do shohim se çfarë do të flet kjo kënga. Unë e di që do të jetë një këngë dashurie, sepse me patjetër ne shqiptarët aty e kemi, te dashuria, te pasioni, tek emocioni, por gjithçka do ta dëshmon vetë koha. Kjo video të cilën ju e pat, do me thënë është një video që është bërë ditën e djeshme, jo sot, ku Egli ka xhiruar këngën e saj të radhës. Do me thënë, xhirimet e kësaj këngës bëhen në Ballkan, nuk është se ka përzgjedhur për shembull si Gjesti që t'i bën në jashtë shtetit në Austri, por Gjesti u punua me shumë intensitet, u punua me shumë vullnet të madh, vetëm sonte ta shohim klipin, domethënë se çfarë klipi sjellën, ndërsa tek Egli domethënë çdo gjë po punohet në vendet tona dhe do presim me dashurinë më të madhe se si do ta presin shqiptarët këngën e radhës të Eglit. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe në YouTube, sepse këtu i kemi të gjitha lajmet dhe më pas në mbrëmje takohemi edhe në TikTok, bëjmë çik muhabet, ndajmë çik hallet të artistëve shqiptar.